Flasim për Salihun alayhi salam dhe popullin e tij Themud. Jemi në surën Ash-Shuara dhe mundohemi që ti paraqesim para jush ajetet në të cilat flitet për këtë pejgamber dhe ballafaqimin e tij me popullin e vet. Në mësimin e kaluar i përmendëm disa ajete dhe e sqaruam vetëm një prej tyre. Lexuam para jush ajetet kuranore 146, 147, 148, 149, 150 dhe 151. Dhe u ndalëm në ajetin 151 dhe aty u zgjeruam për të treguar diçka prej gjërave që janë të rëndësishme si procese të ndryshimit të një shoqërie, të një populli dhe të individëve në atë shoqëri. Allahu Dhu Gjelal në këto ajete thotë kështu: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, atutrakuna fi ma hahuna aminin. A mendoni se do braktiseni këto vend banimet tuaja të sigurt nga vdekja apo nga dënimi? Fi jannatin wa uyun, duke u dëfryer në kopshte dhe kroje dhe burime uji. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim, në fusha të mbushura me bereqete e fusha të mbushura me palma, të cilat japin frytet e freskëta vazhdimisht. Wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin, dhe nga kodrat e shkëmbit gëdhendni pallate e shtëpi me mjeshtri për të tregu lakmin të madhe që e keni dhe mendje madhësinë tuaj. Fattaqullaha wa atiun, keni frikë Zotin dhe atë respektone. Wala tuti'u amra al-musrifin, dhe mos të respektoni vendimin, urdhrin e musrifëve, atyre që të prejnë në krime, në mosbesim apo në vepra të liga. Dhe na u nalëm të kjo pjesa e fundit, wala tuti'u amra al-musrifin, mos ju nënshtroni urdhrave, vendimeve të kësaj parie e dalun nga rruga e Zotit. Mirë po, ajetet paraprake që na në mësimin e kaluar i kaluam spontanisht, pa ndonjë qëllim, japin përshkrimin e dëfrimit, ahengjeve, argëtimit, lozjes, e kënaqësisë që e kanë popujt jo besimtar. Në atë kohë edhe sot. Shifni vllazni, njerëzit që nuk kanë qëllim të caktuar për cilin jetojnë, ata do mundohen gjithë jetën e tyre ta shfrytëzojnë që të dëfrehen, argëtohen, lozin, kënaqen në jetën e kësaj bote. Dhe krejt këto bukuri dhe krejt këto mirësi që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, ata do mundohen të shfrytëzojnë për dëfrim me argëtim. Sepse këtë që ka në këtë tokë, Allahu i madhëshëm e ka krijuar për njeriu dhe i ka dhënë bukuri gjërave për t'i dhënë kënaqësi njeriu. Mirë po krejt të bukuri që ka krijuar dhe krejt të mirësi që ja ka dhuruar njeriu, ja ka dhuruar njeriu atij njeriu i cili e din qëllimin e krijimit të tij dhe i shfrytëzon ato për t'ia ndihmuar vetes realizimin e këtij qëllimi. Domethënë tash i kemi dy tavore njerëzish. Më një anë kemi besimtarët që e din qëllimin për cilin i ka krijuar Allahu Dhu Gjelal, ajo është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe e din rolin që kanë këtë botë. Pra e din qëllimin edhe e din rolin.
Cili është roli i besimtarëve në këtë tokë? Është me i shfrytëzu gjitha këto kapacitete që i ka krijuar Allahu Dhu Xhelal për ta zhvilluar jetën mbi rrutullin toksor, për t'ia lehtësuar jetën njerëzimit dhe këta njerëz sa ma shumë të adhurojnë Allahun dhe t'jenë mirënjohës ndaj Tij. Andaj bëhet më këmbësi në këtë tokë që ta zhvillon jetën në këtë tokë, t'ia leton jetën njerëzve, mirë po krejt kjo që t'jetë në shërbim të qëllimit për cilin janë krijuar ata, adhurimin e Allahut Dhu Xhelal. Tabori tjetër janë njerëzit që nuk e dinë qëllimin për cilin janë krijuar. Nuk dojnë ta dinë qëllimin për cilin janë krijuar, sepse sikur të kishin dashur, e kishin mësu, e kishin ditë. E tani këto të mira që ka krijuar Allahu, ata i kuptojnë se janë për të dëfry, për të argëtu, për të lozë, për të kënaqur me këto të mira, sepse fundi fundit këtë çka kemi na është kjo botë, është kjo dynja. S'ka ringjallje pas vdekjes, s'ka botë tjetër, andaj kulu washrabu watamattu, hani dhe pini dhe kënaquni në jetën e kësaj bote. E pastaj a ka kufizime? S'ka. Për çka duhet më shfrytëzu ato në një qëllim më të madh? Nuk ka. Thjesht letoja jetën vetvetes, shtoja dëfrimin vetvetes, edhe kënaqu pa kufin këtë botë, se fundi fundit innamal hayatu dunya, jeta është vetëm jeta e kësaj bote, këtu ham, këtu pim, këtu kënaqemi, këtu dëfrehemi dhe s'ka botë tjetër. Dhe njerëzit që nuk kanë qëllim, nuk e dinë qëllimin, kështu dëfrehen vazhdimisht. Edhe të kaluamën, para mëdojnë tash na flasim për popullin Themud, që ka jetu 1000 vite para nesh. Po nalu tash analizoj jetën e besimtarëve sot. Edhe ata janë në të njëjtën situatë. U intereson vetëm jeta e kësaj bote, dëfrimi, argëtimi, vrapimi pas pasurisë, grumëllimi i pasurisë, të bëjnë qefet, shetisin, tanë, të pinë, edhe këtë kjo i intereson, asgjë jashtë kësaj nuk i intereson. Megjithëse se her pas here ata i kap një frikë, i kap një tërshtim, sepse natyra e pastër e njeriut është e atill që atë e thret tek besimi në Zot. Edhe përderisa ai ushqen trupin, edhe e varfënon shpirtin, shpirti her pas here i krijon atij një stres, i krijon atij një shqetësim, i krijon atij një demoralizim, i krijon atij një zhgënjim se është varfënu shpirti i tij, është urit shpirti i tij. Edhe momentet caktuame reagon për mi thonë këti njeriut, mendjes e këti njeriut, edhe trupit e këti njeriut, o njeri, kujdes, mos u mashtro me kënaqjen e trupit tanë, sepse ki edhe një gjë tjetër, një pjesë tjetër, që duhesh me ushqy ajo shpirti jot. Edhe andaj, shpeshherë njerëzit jo besimtar në këtë konflikt mes shpirtit dhe nevojave të shpirtit dhe trupit dhe mbi dozës në kënaqësitë e trupit të vet, i projekton këto momente të shqetësimit, të stresit, të demoralizimit, edhe andaj megjithëse tanat mirat i ka, ai përsëri përdor antidepresiv, kokra për depresion, ose nuk i mjafton as ato kokra, as psikiatrat e ndryshëm që i viziton, e merr vendimin me bë vetvrasje edhe mendon se ashtu rahatohet nga këto probleme që ka të dynjas. Tani shifne, e tu të rekune fima ha huna aminin. A mendoni se ju do të liheni këtu në këtë dynja, në këto pallate, në këto fusha, këto bereqete, në këtë pushtet që e keni, se përshkrimi që e jep Allahu Dhu Xhelal, mirësive që i kanë ata, janë të jashtëzakonshme.
janë të veçanta. Para mendo, populli Salihut, populli Themud, ka jetu para 1000 viteve, hala gjurmët e këtij popullit janë gjallë edhe më sot. Që të thot ka qenë me të vërtet një perandori, ka qenë një civilizim, një qytetërim i jashtëzakonshëm, që ka rezistu 1000 vite, edhe kanë ngel gjurmët e këtij popullit hala gjallë. Tani kur e përshkruan Allahu Xhelal kopshtet, krojet, burimet e ujit, fushat, pemt e ndryshme, pallatet e gdhendura në gur, atë mendje madhësi, atë arrogancë, tregon domethënë për një jetë shumë të avancuar materiale. E ngjashme me atë që ka perëndimi sot, Evropa dhe Amerika. Kanë rokaqije të mëdhej, pallate domethënë qindra katëshe, kanë fabrika gjigante, kanë zone industriale maramendëse, kanë prodhimtari të jashtëzakonshme, kanë brutot ardhuna shtetënore vjetore më të mëdha në botë, kanë ushtri të fuqishme, në shumë komponente të jetës së kësaj bote janë çuditshëm, janë të paarritshëm. Mirë po, Allahu Dhu Gjelal që thot, fattakullaha wa atiun. Këtë kjo nuk ka vlerë nëse jo nuk keni frikë Zotin dhe nuk i nështroheni urdhave të tij. Nëse ju këtë të që më ka dhënë Zoti, si aftësi tuajat, si zhvillim shkencor, civilizues, qytetërues, industrial, dhe ju keni arrit ku keni arrit, e shfrytëzoni për t'i bërë një varitet Zotit, për t'a kundërshtuar vendimin e Zotit, dhe për të qeverisë vetveten me vendimet e paris tuaj të cilët e kanë tepruar në mosbesim, ju do shkatroheni. Ma mire keni në shenjë falëndrimi për të mira që keni frikë Zotin dhe atij të nështroheni. Wala tuti'u amra al-musrifin, et mos respektoni urdhat e njerëzve të dalun të tepruar në mosbesimin e tyre. Dhe pastaj vazhdon Allahu Dhu Gjelal për shkrimin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ata që bëjnë fesad në tokë dhe nuk rregullojnë asgjë. Ky ajet përsëritet edhe në shumë raste, për shembull në fillimin e surës Bakara, ku flet Allahu Dhu Gjelal për munafikët, për dyftyrshit, u tregon domethënë se ata bëjnë fesad në tokë, çorrodi, prishin, shkatrojnë. Megjithse thojnë ata, na jemi duke bërë rregullime. Edhe sot civilizimi njerëzor i zhvilluar në aspektin materialist, me i pyet ata çka bëjnë, se na ofrojmë gjëra të dobishme për njerëzimin. Ne atë që e ofrojmë e rregullon jetën e njerëzimit. Edhe zakonisht ato ofrojnë zhvillimin shkencor, teknologjik, industrial, si mejdan të përparimit. Vlerat morale, besimi janë individuale. Ato askush s'ka drejt me imponu tjetrit. Ti në xhamin tonë bën çka dush, ama jashtë xhamis unë tu dheqi. Ti në kish për krishterin bën çka dush, ama jashtë kishe dush me më nështru fesë teme. Edhe në momentin që një musliman det për xhamis, edhe mësimet e xhamis mundohet m'ia ofru shoqërisë atë kënaqësi të besimit që e ka, atë rahati shpirtënore që e fiton, ato udhëzime kuranore që i kupton, momentin që e vendos me i nda me shoqërinë, ato i thënë jo, s'ki drejt, ma e për vete, jo me përhap tjerëve. Jo ti me udhëheq vetveten, familjen, shoqërinë tonë, kujton ti me këto udhëzime kuranore. Ato janë veç për ty si individ, jo për ty si shoqëri. E asesi me mendu ti me qeveris me ta.
Edhe krejt jo besimtarët, edhe krejt dyftyshat për muslimanëve luftën më të egra bëjnë në kundërshtimin e qeverisjes me ligjet islame. Tani me rënien e një diktatori të përgjakshëm në Siri, që krejt bota, një pjesë të madhe e botës e ka ditë atë që ndodh në Siri, po tashmë nuk ngeli njeri pa e kuptuar se çfarë mizorie, çfarë katrahure, çfarë shkatërimi, çfarë degenerimi, çfarë masakrash ka ndodh atje për një pushtetit laik, për një pushtetit sektar, ku një përqindje shumë e vogël e alevive në Sajri, sekt të cili kanë përkat familja e Asadit, çka s'kan bo në emën të komunizmit, socializmit, laicizmit, edhe vinë tani muslimant edhe erzojnë atë diktaturë dhe sjellin liri për atë vend. Pyetjet e gazetarëve jo musliman dhe munafik për muslimanëve është: atë keni me qeveris me islam? Po laicizmi juj, socializmi juj, komunizmi juj, demokracia juj e sollin në pushtet atë diktator, i cili 300.000 burgosi ka pas, me 10.000 i ka mbyt, i ka ekzekutu, jo që i ka mbyt, po me pres i ka shtyp gjenazet ku fomat, e i ka bodë më thonë plakat holla. Edhe çdo ditë gjindën vareza masive. 1,5 milion i ka vrarë gjatë luftimeve, 11 vjeçare, 13 vjeçare më falni. 12 milion i ka dëbu për shtëpiave të veta. Çaj sistem laik, çaj sistem jo islamik. Edhe ta shpytja e parë që e përshën gazetarët, a do qeverisni me islam. Një gazetar e një kanali satelitor arab, munafik, pyetën, ja bën e merr në intervistë një aktor plak, aktor që ka qenë aktor edhe në kohën e Hafiz Esedit, babas të këtij Besharit, edhe në kohën e tij. Edhe ai tash merret në intervistë një, domethënë, intelektual, artist. E thot, çka mendon ti nëse qeveriset me islam në Siri? Po e thot, pse çfarë të keqe ka me qeverisë me islam? Se këto presin se ke si artist, edhe njëri plak, domethënë, e ka një mentalitet jo të udhëzuar, jo fetar. Ai ka me fol kundër, thotë çfarë të keqe ka qeverisja me islam. Edhe ngeli gazetarja pa tekst, se prit ke ai me fol kundër e kjo me vazhdu muhabetin kundër. Megjithëse shumica e shteteve arabe atje qeverisin me jo islam dhe japin shembull më të keq. Njëjtë e ki në Irak, njëjtë e ki në Egjipt, njëjtë e ki në Tunizi, njëjtë e ki... Edhe s'kan ata as zhvillim shkencor, s'kan as zhvillim politik, pa islam jetojnë ata. Pse është aq problem me qeverisë me islam? Pse friga më e madhe që kemi tentuar me tregu edhe mësimet e kaluara është nga modeli i mirë që ka me dalë nga qeverisja me islam. Edhe në momentin që del një model i suksesshëm i qeverisë me islam, atëre kështohet kërkesa. Edhe demantohet këta investim në sistemet politike produkt njerëzor, edhe devalvohet ajo vlerë që ata kanë promovu të gjitha format e mundshme, me pare, me presione, me ushtri, me bojkote ekonomike, në gjitha format e kanë promovue vlerat e sistemit politik prodhimi njerëzit. Edhe kanë emërtuar si kjo është e arritura më e madhe e njerëzimit që nga fillimi i njerëzimit deri sot. Sistemi politik demokracisë. Megjithëse na po e shohim se kjo është pretendim, sepse në shumicën e shteteve në botë fatkeqësisht nuk ka qeverisje nga shumica, po ka qeverisje një pakicës që është shumica atyre që kanë marrë pjesë proceset zgjedhore të demokracisë, edhe ata qeverisin në forma, domethënë, të ndryshme popullin e vet, po gjithsesi në shumicën e rasteve nuk janë të drejta edhe nuk janë shtete të lira. E për këtë shkak pengohet do thotë qeverisja me islam. E tash
alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ata që prishin dhe nuk rregullojnë, janë këta sisteme politike sot në botë, ashtu si ka qenë kohën e popullit Themudit, ashtu janë edhe sot, kur ti mundosh ata me i thirr në udhëzimin e Zotit, ata përdorin lloj-lloj etiketime që do i shohim pak më vonë, me të pengu ty në artikulimin e asaj që ti e beson. Në artikulimin e asaj që është dëshmu me miliona fakte se është më e mira për njerëzimin. Amo kemi arë në asin niveli që ne zgudojmë as me përmend shariatin, as me përmend vlerat e këtij ligjit, sepse etiketat edhe akuzat janë të rezervuar të gatshme dhe më njëherë linçohesh edhe tentohesh të diskvalifikohesh ti nga ligjerimi publik. S'ki drejti me folë për të tema. Megjithëse ata i thëjnë vetes demokrat, ka liri shprehjes, liri besimit, mirë pa jo vlen për jo muslimanat. Nuk vlen për muslimanat. Kur janë pyetje muslimanat, aty s'ka liri, s'ka barazi. Edhe andaj ligjet antiterror që kanë sjellë në shumicën e shteteve evropiane perëndimore, janë ligje me të cilat ekskluzivisht atakohen muslimanët. Edhe ti çfarë do lloj për shembull pakënaqësie me shpreh ndaj sistemit politik ku jeton ti, etiketohesh me ekstremizëm, radikalizëm, terrorizëm, edhe për ty mos vlen ligjet e rëndomta të atij shtetit, vlen ligjet e jashtëzakonshme, edhe të diskvalifikohesh nga të drejtat e tuaja, normalisht edhe e pëson në mënyrë më të keqe të mundshme. Kjo është këtë, megjithëse aparaturat e tyre të medias, të bizneseve, të qeverisjeve, me pompozitet flasin se këto janë sistemet më të mira të mundshme, edhe këto duhet më respektu, për këto duhet me luftu, e na çka ofrojmë ajo është prapambeturi, nuk ka drejt me garu as pak me atë që ofrojnë ata. Edhe tani, masi që Allahu i Madhëshëm tregon se ajo pari që është e dhanë pas epsheve të veta, pas nacive të saj bote, që kanë tepruar në mosbesimin e tyre, që megjithatë kanë një frikë dhe nuk janë të sigurt ata. Kur ballafaqohen me pejgamberin e Allahut, me Salihun, çka i thënë qalu innama anta minal musahharin, ti o Salih je sihirbas, je magjistar. Pse s'po mujnë me demantu faktet dhe argumentet, i thënë ti po i mashtron njerëzit me magjin tonë që e ki. Po arrin të amush shmenën me fjalët e tua të përsërituna magjepsese dhe po i mashtron njerëzit. Domthonë ti s'ki fakte, s'ki argumente, po ki mashtrimin me vete. E ki magjin si mekanizëm për t'i bërë njerëzit. Edhe sot e njëjta i thuhet muslimanëve që e ofrojnë shariatin e Allahut xhelal si alternativë për njerëzimin. Jo po ja shpërlani trunin trive. Shife, një vajzë e re s'ka drejt me vnu shami se është shumë e vogël se në vendosa e për vetën e vetë, e prindi nuk ka drejt me imponu shamin. Ama i njëjti fëmijë ka drejt me vendos me ndru gjinin. Aty prindi zguxon me pengue me ndru gjinin. Sa ajo anis është e vogël ka drejt me ndru gjinin. I njëjti fëmijë të njëjtës moshë nuk ka drejt me vnu shamin. Kjo është tash ndodh, pash aktualisht. Për me kuptue, dhe thot, dy ftyrësin e atyre. Ti s'ki drejt me promovu vlerat pozitive, vlerat e dobishme, vlerat e sakta, ama ata kanë drejt me imponua antivlerat e tyre. Ti s'ki drejt me imponua me mnushamin, ama nësa jo gjveshet lakuriq, ti s'ki drejt me apengu lakuricit. Dhe ajo ka drejt me dal lakuriq dhe ti s'mush me pengu, ama nësa e vendos me mnushamin, ti ki drejt me nalu për shamis. Ti edhe ketë shoqëria. Nëse një vajzë e vendos në moshën e saj të madhërisë, momentin kur hin mbylyk, ta hub virginitetin, kur kush s'ka drejt me qortu, sepse ajo është liri, e drejta e saj.
Ama ti me shty, me detyru me fal namazin s'ki drejt. Sepse ajo e ka domethënë lirinë e vendosjes vet. Paradokse që sot na i shohin para nesh, edhe ata mundohen me çdo kusht mi mbrojt. Me qindra dhe mija emisione, me qindra dhe mija promovime, me qindra dhe mija aktivitete individuale, kolektive, shoqërore, publike, private, bëjnë atë me qindra, me mija dhe qindra mija aktivitete për të promovu antivlerat e veta. Na s'kemi drejt. Na s'kemi drejt. Ata mujnë me bo parada turpit, ati s'gudzon me bo parada më thonë të vlerave tuja. Edhe më njerë atakohesh, më njerë etiketohesh, më njerë sulmohesh. Një grup radikalist këshin dalë me shpërndal literaturë fetare. E ata janë njerëzit civilizum, të emancipum, promovojnë vlera zhvillimit politik, shoqëror, kulturor. Shtu ata e paraqesin në më thonë situatë vetë, edhe na normalisht në situatat tilla ku sulmet janë të vazhdueshme, fillojmë na me utkur, me umledh, me umledh na për qoshe. Dhe mos me pas guximin me dalë në mejdan edhe me fol për vlerat e Islamit, edhe me promovë vlerat e Islamit, se ata nuk nalen të etiketu. Andaj etiketimi, stereotipizimi janë për armave më të shumëta që përdorin armiqtë e Islamit dhe muslimanëve sot në botë. Si të kalumen edhe sot. Andaj thanë, kalu inna ma ente min el musaharin, ti je një magjistar që vazhdimisht me magji mundohesh me i mashtru njerëzit. Ti s'ki fakte, s'ki argumente. E sot normalisht magjin e kanë ata vlerë, edhe nuk e përdorin kundër muslimanëve se janë magjistar, ama e përdorin diçka tjetër. Ekstremizmin, radikalizmin, terrorizmin janë etiketimet të gatshme që e presin çdo musliman i cili mundohet me i thirr njerëzimin në atë që i thret Kurani. Edhe në momentin që ti insiston në këtë thirrje, qëndron në këtë rrugë, nuk nënshtrohesh, nuk kthehesh, ata të bëjnë kufizime të vazhdueshme, pengesa. Pengojnë me lëviz, me qarkullu lirë, pengojnë me përdor hapësira për artikulimin e mendimeve të tyre, pengojnë me kom pjesë edhe institucioneve fetare, sepse ti je radikalist, ekstremist, edhe ti s'ki drejt me përdor as teatr, ti s'ki drejt me përdor as pallat kulture, ti s'ki drejt me përdor as sheshin, ti s'ki drejt me përdor bile as xhamin. Sepse edhe ata që u jipet mudheq me Bashkitë Islame, kërkohet për tyre që lufta e parë e tyre me qenë kundër thojza ekstremistëve fetar. Edhe nëse me luftue jo muslimani, do thotë muslimonin, shërbehen me institucionet fetare të muslimanëve për të luftuar muslimanët në emër të Islamit. Në të gjitha format mundohen me të sanksionu, me të pengu. E normalisht lufta është e gjatë, ballafaqimi është i rëndë, pengesat janë të mëdha, kostoja është e shtrenjtë, edhe në këtë rrugë jo gjithkushi mbetet në kam. Shumë binë, shumë rëzohen, shumë mashtrohen, shumë joshen, shumë friksohen, e pakica ngel. E pakica ngel. Edhe kjo është standard, edhe në kalumin edhe sot, andaj edhe me Salihun alayhis salam s'ka shku shumica kanë shku në tona. Smalet në tona, pushtetin në tona, pasuria në tona, karriera në tona, lavdin në tona, përdhelja në tona, mirqenja në tona, knatësit në tona. E knena? Knena rond, vështir, penges. Ama këtu ka diçka që s'është në tona. Këtu ka knatësi shpirtërore. Këtu ka fitore të vërtet në dynjë. Këtu ka fitore të vërtet në ahiret. Këtu ka raport të shëndosh me Allahun. Këtu ka jetë të shëndosh familjare. Këtu ka shoqëri të shëndosh në aspektin e shëndetit imanor, shëndetit psiqik, shëndetit mental, shëndetit fizik, shëndetit ekonomik, shëndetit social, gjithë aspektet ka mund me pas jetë të vobekt,
ekonomikisht, ama me mirëqenje ekonomike, me rahati shpirtërore, edhe me rahati edhe kënaqësi ekonomike. Atje mund të pas qefe, dëfri, marrëdhënie, ama ka mungesë kënaqësi shpirtërore. Për këtë shkak, etiketimet që ja bëjnë hoxhallarëve, davexhive, xhamatit, organizatave të muslimanëve janë për mi pengu ata në rrugën e thirrjes islame. I than populli Themudit, qalu innama anta min al-musahharin, ti je magjistar. Vazhdojnë, ma anta illa basharun mithluna, ti je njeri si na, pse me kon ti pejgamberi i Zotit? Çka ki ti më shumë se na? Ti njeri na njerëz. Ti thu vetes pejgamber, me çfarë argumenti? Fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin, andaj na sjell një argument nëse ti e thu të vërtetën. Ata realisht nuk i besonin në asnjë formë. Ama mendoni se në këtë bisedë, në këtë debat, kanë me zonë ngusht Salihun. Ti je magjistar, i mashton njerëzit, mpin mendjen, do të va merr mend trive, i mashtron trit. Kjo është e para. E dyta, ti je njeri si na, çka ki ti argument më shumë për me kallëzu se ti je pejgamberi i Zotit. Na sjell argument. S'ki argument. S'ki çka na sjell neve. Edhe ato na thënë neve për shembull, veç teorinë do kallëzu ju. Na tregon një shembull. Një model. Na themi, po s'fonalini ne me prodhu modelin. Tamam po nis dikon musliman me bodi diçka, ju po e goditni. Po e shkelin demokracinë. Po e shkelni parimet e juve. Po shkoni me tankë sa me promovu liri edhe demokraci. A këne na thoni, çdo pushtet që vjen në pushtet nëpërmes armës edhe ushtrisë, edhe grushtetit ushtarak nuk e pranojmë si pushtet legjitim. A këndej, këto shtetet diktatorale arabe kanë dhënë pushtet me grushtet ushtarak. Edhe ato, domethënë janë shtete normale dhe ju keni komunikime dhe marrëdhënie diplomatike me to dhe përkrahje edhe politike, edhe ekonomike ndaj tyre. A nëse bova ki një pushtet me ardhë, domethënë nga vetë populli, me sakrifica, me mundime dhe me ata me qeverisë popullin e vetë, me rregullat e Islamit, ju më njëherë e shpallni si shtet ekstremist, terrorist, edhe tentonin çdo formë me shkatrua e bojkotoni politikisht, ekonomikisht, gjitha format e mundshme. Edhe nëse ndodh një gabim atje e bëni shumë të madh, e sukseset e mëdha hiç i përmendni. Ky shembull ndodh tash. Tash ndodh me Afganistanit. Tash e 2 vjet në Afganistan është një qeveri e ardhur nga vetë populli, i cili insiston me qeverisë me islam, edhe ka bërë një zhvillim marramendes brenda 2 viteve në aspektin ekonomik, është i vetmi shtet që s'ka borxhe të jashtme, që ka zhvillim konstant ekonomik në vitin e parë, në vitin e dytë. Edhe ka plane afatgjate strategjike zhvillimore, ajo s'është lajm asku në për mediat tonë. Ama grasi lënë më shkollu, top lajm. Pengojnë vajza me shumë universitet, top lajm. Megjithëse kjo s'është e vërtetë. Ama se këto ato që kishin varësi nga droga e ishin në për rrugë, i kanë marrë, i kanë shirë në për spitale, i kanë shnosha, e s'është lajm. Se droga që ka qenë në Afganistan i prodhuesi më i madh i drogës e tash ajo ka rënë zero, kjo s'është lajm. Pse se ata nuk dojnë me promovu këto lajmet e mira. Ata dojnë me promovu vetëm lajmet e këqija. Edhe ti me përmend Afganistan, Afganistani përmend si shembull i keq. Taliban, Afganistan, me shku me studiue realisht zhvillimin që ka ndodhur brenda 2 viteve në Afganistan, është zhvillim marramendes i pa imagjinueshëm shumicën e logjikës së ekonomistëve të botës, burshtetashve të botës nuk mund me perceptuar se si ka mundësi për kaq pak kohë me ndodhur një zhvillim i hatashëm pozitiv si ka ndodhur atje. Ama ata me mujt me shkatrue, e kishin shkatru, po ata u mundon zatën, u mundon 20 vjet Bashkimi Sovjetik edhe Rusia, u mundon edhe 20 vjet tjera forca ndërkombëtare, në fund kur e pan se s'mundenin me shkatru, u dorëzun, u largun, thanë, e thefshit qafën, bëjnë një shka të dëni vetë, ama na do mundohemi me i pengu sa të kena mundësi.
Në kësi situata, kur ti sta lejon me ofru modelin e mirë, a i thot, bjerë ti argumente. Po në argumentit bisa të dush, po ti s'po mblen me të ofru argumentin, se po të pengon modeli i mirë, se e din ti, je i bindun, edhe kjo ndodhë sot në lindjen e mesme përgjithësi, ketë frigon nga suksesi i revolucionarve, nga friga se ata i bëjnë zullum popujve të vetë, e suksesi një revolucionit me një shtetë musliman në lindjen e mesme, kanë frikë se do kopjohet për shteteve të veta, edhe mundohen me çdo kusht me bërë revolucionet të kundërta, me i prish sukseset e popujve që ka sakrifikuar një kohë gjatë çdo gjë për të arritur të kjo liri edhe dhe të kjo situatë. E tash ata mundohen me çdo kusht nëpërmes munafikëve më një anë, nëpërmes xhavarixhëve në anën tjetër, me ju vërsul këtyre pushteteve të reja të muslimanëve, edhe mos me lënë me marr frym që ata me ofru modelin e mirë të islamit dhe të muslimanëve. Paramendoni tani çka ndodh në Siri. Këtë thënë, deklaratat i kanë shumë të logjikshme, shumë të mira. Ama ta shohim si kanë me vepru. Domthonë s'ka asnjë gabim, as në fjalime, as në veprime. Po të presim se s'tu besohet. Ta shohim çka do ndodh më tutje. Kena provokime të vazhdueshme prej shtetit okupator izraelit. Kena mundohen mi blokue ekonomikisht edhe mi avonue pranimin e shtetit dhe qeverisë së re që me e pengue në avansimin e këtij shtetit, po fatmirësisht më muslimanët i kanë kuptuar këto lojra edhe e kuptojnë mënyrën se si tentohet me bëhe, do thot, revolucion të kundërt me mposhtë revolucionin e parë, edhe fatmirësisht ka edhe shtete që janë në favor të këtyre lëvizjeve për pavarësi, për liri, për vetë qeverisje në vendet e veta, dhe shpresojmë se tani tutje nuk do arrijet sukses për me shku huç mundi muslimanëve në këtë drejtim. Pra i thanë Salihut, ma anta illa basharun, ti je njeri si na, fa'ti bi ajetin kunte min as-sadiqin, na sjell argument nëse ti je i sinqert. E Salihu a.s. Përdesë që pejgamberi Allahut e kishte lehtë këtë punë. Edhe na e kemi lehtë sot me ofru argumente sa dush. Edhe nga historia e afërt, edhe nga historia e re, po kemi nevojë veç na pak me logjikua dhe me njoft mirë historinë, se kemi sa dush argumente me sjell. Se Islami ka fuqi. Atë që ka bën në Andaluzi për 7-8 shekuj e bën ku të shkojë Islami. Atë që ka bën për Andri Osmane në Ballkan për 5-6 shekuj e bën ku të shkojë Islami. Sepse atë që ka bën lindjen e mesme, supozojmë se është fe e arabëve dhe normalisht aty janë përshtat edhe interesi arabëve dhe feja e tyre edhe kanë bën një civilizim të qytetërim. Po mirë po njëta fe kur arriti edhe në Andaluzi, që ishte vend i krishter, edhe aty bëri mrekulli edhe Andaluzia, shekujt më të artë, njësën e vetë i ka pas periudhën ka qenë Islami dominant aty. Edhe Ballkani, epoka më artë e Ballkanit ka qenë epoka ku ka qenë Islami dominant, këtu nëpërmes Prandërisë Osmane. Edhe atë që ka pas si zhvillim qytetërimi dhe civilizimi Ballkani në shekullin e 14, 15, 16, 17, 18, Evropa se ka pas. As Berlini, as Parizi, as Roma, as Londra s'kan mujt mu krasu, as me Shkupin, as me Sarajevën në ato shekuj, në aspektin e qytetërimit dhe civilizimit. Kjo është për histori. Edhe sot shembujt i përmendëm domethënë. Edhe Salihu a.s. Letë e kishte mu sjell argumentacione. Po e di ke ai se edhe me sjell argumentin ata s'kan me pranuar. Dhe u tha: "Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum." Ç'a devja? Devja e cila del pi gurit. Deve e cila nuk pjell si veç pi devës. Po një deve e plot del prej gurit. Një gjë e pa parë deri atëherë. Një gjë e pamundshme edhe sot e kësaj dite. Ama pasi që ju lipni argumente të jashtëzakonshme, unë kam një kusht.
Të e ditë Salihu a.s. se ai popull s'ka mu mjaftu me këtë argument dhe ka me tentu me bot shmës për me zhduk argumentin. E tash Salihu a.s. e kjo është ajo që quhet në diplomaci, dhe thot inteligencë edhe mençuri, e thonë gjuhën ma trejt dinakri e diplomacisë. I tha Salihu a.s. kjo deve e veçantë, speciale, këto ditë i ka të veçanta me pi ujë prej burimeve tona, e ju s'dut mi prek ato burimet ujë, se kjo pin ujshëm. Edhe këtë ato ditë ujë është veç për këtë. E ju i keni ditë tjera. Do të e solli një mrekulli, e solli një argument, po e solli edhe një kusht. Që të kuptojnë ata se mas ju lip një diçka e zakonshme, lipja unë diçka që është normale si rezultat i argumentit jashtëzakonshëm që ju e keni kërku. Wala tamassuha bisu, dhe mos gaboni me i bot dam asaj. E lipët, unë e solla. E tash ju nga mlefi, nga inati, mos gaboni ta ti bëni dam. E kjo është ajo që lip ata. Argument, në dhemi po, që ki shtet, ama mos gaboni ta sulmoni, ta shkatroni jo. Ata jo shtete që dojnë me udhëheq me islam, po në mesin e muslimanëve dhe shtetet demokratike nuk janë gatshme me lënë me pas. Andaj momentin që 1992-ën, jo sot, 1992-ën para sa viteve, 32 viteve, fitojnë muslimanë në Algjeri, me shumicë votash parlamentin e Algjerisë. Më njëherë ndërhynë ushtria algjeriane dhe shkatëron, dhe thot, muslimanët, edhe shkakton një luftë llavrase cila zgjat parafërsisht 10-15 vjet, edhe e humb këtë atë entuziazëm dhe vullnet muslimanëve për me ardhur pushtet me e shërby popullin e vet. Kjo jo tash 1992-ën për herë të parë, Fronti Islamik i Shpëtimit vjen e Franca, e cila ka pas ndikimin e vet në ushtrinë algjeriane, nuk lejon me pas një pushtet një parti muslimane. E sakrifikojnë demokracinë, edhe sjellin pushtet ushtrinë, pse veç muslimani mos marrë pushtet. Deri në 2011. 1992-2011. Mas pranverës arabe, vinë musliman pushtet në Egjipt. Shteti më i madh musliman. Mendoj lindjen e mesme, se më i madh musliman është Indonezia, po 100 milion banor. Edhe vinë musliman pushtet. As 2 vjet pa i vo. 3-14 muj, 15 muj pushtet, edhe me kry shtet ushtarak e rëzon, edhe perëndimi e pranon pushtetin e ri, edhe për 2012 e këndej, tash sa po bëhen, përsëri bëhen 12 vjet, në pushtet një e prorë ushtarak është, i cili bën zgjedhje formale, ku fiton me 98% zgjedhjeve, edhe perëndimi nuk i pengon hiç. Pse se i shërben agjendave të tyre. Të mohabete që në këtë dim, sot këtë janë dukshme, kushdo që i përcjell e shef qartë, mirë po pse vjen një diktator në pushtet, kjo nuk është problem për asnjë demokrat, gazetar qoftë, politikan qoftë, ama me ardhur pushtet një musliman bëhet problem për këtë. Për më të voglin në një shoqëri deri te më i madhi kundërshtojnë ardhmën e muslimanëve. Edhe Salihu a.s. për e ditë se ata kanë me lyp argumentin, ky ka mjepru argumentin, va sjell kushtet, ama thot, mos gaboni wala tamassuha bisu, mos gaboni ta dëmtoni. Pse? Fa ya'khudhukum adhabun yawmin adhim, se ju vjen ndëshkimi i ditës së madhe. Ju shkatron Rabbul Alemini. Edhe kështu ka me shkatru Allahu zullumqtarët këtë. Ashtu sikur se shkatroi pushtetin e Asadit në Siri. Këtë ka me shkatru. Shefe, për popullin sirian, 60 vjet zullum nga koha e Hafiz Esedit, e deri kjo kohë nuk është pak. Këtë ato masakra që kanë ndodhur,
Veç ata dhe i din, i kemi pa azebes, kanë herë ishin ashtë mërshma sa që zgudzeshmi mi shiku ma shumë se në utrazëk e shpirti pi pa meskeqe. Ata kanë vujt likurën e vetë. Veç ata e din sa është gëzimi i madh sot me ramjen atyve. Edhe rasti si shtëpi për letrave. Kështu ketë zullumqartë kanë me ra. Kur? Atër kur Allahu e vendos me ra ata, normalisht e jona është me rezistu, e jona është me sakrifiku, e jona është me kontribu, e jona është me qëndru, e jona është me ndihmu, e jona është me bo dua, edhe mos mu dërzu, vazhdimisht. Fon vjen ndihma Allahu dhe fitore për ti, inshallah ta'ala. Këtu na do ndalemi që inshallah ta'ala vazhdojmë në dersën e ardhshëm atë që kemi me ajetet kuranore në vazhdim deri në përfundim me këto ajete të surës Shuara, pastaj vazhdojmë me sure tjera inshallah ta'ala.